Skandali Epstein është zbehur. Dua Lipa kritikon sfumimin e viktimave në kuadër të luftës në lindjet të mesme. Këngëtare e njohur me origjinë shqiptare Dua Lipa ka rikthyer një vëmendje tek skandali i dosjeve Epstein, i zbehur së fundi për shkak të luftës në lindjen e mesme. Gjatë një episodi të fundit në podcastin e saj, ajo ka shprehur shqetësimin për mënyrën se si mediat po e trajtojnë skandalin Epstein, duke u shprehur se në shumicën e rasteve vëmendja po largohet nga viktimat. Ylli i popit ka kritikuar gjuhën e raportimeve duke u shprehur se kjo ka shërbyer për keq viktimave, shumicën për cilave të mitura. Mëtej Dua është ndalur tek përqendrimi i madh tek elementet sensacional, si përshkrimi i festave intime apo përfshira e personazheve të njohur, dhe theksoi se kjo gjë lë më njan faktin që bëhet fjalë për abuzim të pasur dhe trafikim fëmijësh. Komentet e Dua Lipës vinë në një kohë kur diskutimi publik për dosjet Epstein ka qenë kryesisht i fokusuar tek emrat e famshëm përfshirë dhe bashkëpunëtorin e tij Ghislaine Maxwell.